Banka Raiffeisen. Make it happen. Shkuesa jeni me rubrikën Këndi i familjes dhe sot të flasim për një temë që është shumë e rëndësishme edhe ju që dini në lidhje që në këto raste nëse vetë se ka të bëjë me fëmijën e juaj apo ndonjë fëmijë të cilën vetë se mund ta vërini, të cilat mundet me pasë shenja, mundeni më pas të dini se si të reagoni, po ashtu edhe tek cilët profesionistë të shkoni dhe të trajtoni. Do të flasim për rritjen e gjendrave limfatike. Me mua këtu në studio është pediatra hematologa Flora Selimi. Mirëmëngjes, faleminderit shumë që jeni këtu. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Atëherë, për ta bërë më qartë, çka janë këto gjëndrat limfatike të cilat janë më të zgjeruara? Përgjithsisht sistemi limfatik është i përbërë prej gjëndrave limfatike dhe prej enëve limfatike, janë enët që janë të shpërndara në trup njësoj si kurse enët e gjakut. Qëllimi i sistemit limfatik është që të mbron organizmin nga trupat e huaj edhe nga agentët e jashtëm që depërtojnë organizëm. E gjëndra limfatike ka qëllimin për me filtru limfën, është një lëng që rrjedh nga indet, nga këta trupat huj dhe nga këta agent të jashtë. Para se të kalojmë në ato se çka është rritja e nyjeve limfatike, duhet treguar se gjëndrat limfatike janë të shpërndara në trup normalisht në çdo njeri, duke marrë parasysh edhe tek fëmijët. Ato janë prezente më tepër në pjesën e qafës, në pjesën në nofullën e poshtme, në pjesën aksilare ose në shqetull, rreth kofshave apo në gilza, apo në që i quajmë inguinale, rreth organeve të brendshme dhe normalisht ato janë normale. Një gjendër limfatike normale është gjendër që është e butë në prekje, është e lëvizshme, nuk është e ndishme në prekje dhe ka masinë e vogël deri në 1 centimetër. Këtu është krejt çka është normale në organizmin e fëmijët, por nëse kemi rritje të gjendrës limfatike mbi këto dimensione, do të thonë mbi 2 centimetra, atëherë kemi të bëjmë me limfadenopati apo në gjuhën popullore, në gjuhën më të thjeshtë për shikuesit, pra rritje të gjendrës limfatike ose ajtje të gjendrës limfatike. Po pse mundem marrë deri në këtë rast që një gjendër pat jetë më e smadhuar, më e zgjeruar të themi? Çka mund të shkaktoj? Para se me shku në shkaqet që mund të shkaktojnë rritje të gjendrave limfatike, të një profesionist, të një mjek, shumë ka rëndësi të dihet pra lokalizimi i këtyre gjendrave, koezistenca, do të thonë gjendrat mund të jetë e butë ose e fortë, pastaj ndjeshmëria e dhimshme apo jo e dhimshme dhe lëvizshmëria, është gjendra e fiksuar apo është e lëvizshme. Kështu që në bazë të këtyre ne mund të përcaktojmë edhe shkaqet. Shkaqet e gjendrave limfatike të rritura mund të jenë të ndryshme, munden me qenë krejt të thjeshta. Në qoftë se kemi gjendrat limfatike munden me qenë të rritura lokale në një vend apo mund të jenë të generalizuara të cilat janë të shpërndara në tërë trupin. Kjo ka shumë rëndësi për diagnostifikim të smundjeve. Nëse është lokale, shkaktarët mundën me qenë më së pari infeksionet e hapësirës orale, duke përfshirë këto për shembull fytit ose ne që i quajmë faringjitet, tonzilitet apo inflamacionet e tonzillave, e bajameve, infeksionet e veshit të brendshëm, infeksionet, plagët e pashëruara, dhembjet që mund të jenë si pasojë ndonjë prishje të dhëmbit ose ndonjë faktori tjetër, mund të shkaktojnë rritje të gjendrës limfatike në afërsi që është lokale. Shkaktarët mund të me qenë viral dhe bakterial. Nëse flasim për bakterial, janë për shembull streptokoko, stafilokoko, moraxilla catarrhalis. Por nëse janë viral, mundën me qenë specifik dhe jo specifik. Specifik janë shkaktarët më të shpesh që është virusi Epstein virusi, citomegalovirusi që shkaktojnë një smundje infektive që quhet mononukleozë infektive. Apo mund të shkaktohet nga virusi herpes simplex, që ne i thuajmë ethja e buzëve ose ndryshimet në organet tjera që shkakton ky virus, ose nga fruthi në qoftë se fëmiu nuk është i vaksinuar, ose eventualisht nga shkaktari
tjetër që është parotiti, që shkakton rritje të gjendrave limfatike e shumë shkaktar tjerë virusal specifik. Ndërsa jo specifik janë viruset e zakonshëm, të ftofjes, të influencës dhe shkaktar të tjerë. Dhe shkaktarët bakterial, më e shpeshta është edhe një bakterie shumë specifike që është Mycobacterium tuberculosis, që tek ne mendohet se tuberkuloza është në rënje, por ka ende raste prezente të tuberkulozës dhe mund të jetë njëra prej shkaktarëve të rritjes së qendrës limfatike. Pastaj mundën me qenë sëmundje traumatike, siç është artriti kronik, mund të shkakton rritje të gjendrave limfatike, lupus eritematoz sistemik dhe një varg sëmundjesh tjera. Po ne do të ndalemi edhe tek shkaktarët më të rrezikshëm që mendojmë se mund të jenë shkaktar të rritjes së gjendrave limfatike, siç janë tumorët e gjendrave limfatike, limfoma, që janë dy grupe të limfomave, që janë limfoma Hodgkin dhe limfoma non-Hodgkin. Gjithashtu, rritja e gjendrave limfatike është karakteristik edhe tek kanceri i gjakut ose tek leukemia. Kështu që shkaktarët janë të shumt. Njëri prej shkaktarëve tjerë është edhe toksoplazmoza ose shkaktari që vjen nga grithja e macës ose nga kontakti i fëmijëve me macet të zakonshme që mund të posedon një bakterie që e shkakton pastaj rritjen e gjendrave limfatike në trup. Kështu që shkaktarët mundën me qenë të shumt. Mi për në përgjithësi, këto simptoma kur shfash në kam fjallën janë letë të dallueshme, apo ndoshta duhet bërë analizat të thella në mënyrë që të vijmë deri tek një diagnostikim i tillë? Po nëse e vren një gjendje limfatike, mas parti duhet drejtuar tek mjeku më i afërt, preferohet që fëmijën ta viziton pediatri. Dhe e shohim pastaj me një anamnezë të hollësishme, si një anamnezë e cila duhet të hynë në historinë e smundjes, në simptomat përcjellëse që e ka pasur fëmiu, një anamnezë e jetës, që e tham tuberkulozën, nëse është në kontakt me ndonjë antar të familjes që mund të jetë me tuberkulozë, mund të jetë shkaktare dhe rritja e gjendrës limfatike tek ai fëmijë, anamneza e jetës, prezenca e smundjeve maligne në familje, edhe ajo është njëri prej. Prandaj një anamnezë e marrur mirë është 50% e diagnozës. Pastaj kalojmë në metodat ekzaminuese të një mjeku. Pra e para është inspektimi që e sheh ku është gjendra limfatike e rritur. Pastaj shkojmë në metodën tjetër palpative, do thotë me prek gjendrën limfatike dhe e shohim se ajo gjendër është e butë apo është e fortë, është e lëvizshme apo është e fiksuar, dhe a është e ndihshme në prekje apo nuk është e ndihshme, dhe e shohim prezencën edhe të simptomeve përcjellëse inflamatore, nëse prezente mbi lëkurën e gjendrës limfatike, të jetë skuqja ose eventualisht fluktuimi si pasojë e prezencës së qelbit në gjendrën limfatike. Analizat tjera cilat me bëjmë në përkulumtimin e gjendrave limfatike janë të shumta. Mas parti se hematologe kërkohet një pasqyrë e gjakut dhe një lexim mikroskopik i elementeve të gjakut, për me diferencu se mos është leukemi forma e tillë ose është infekcion viral. Mund të dallojmë bazë qelizave limfocitare. Pastaj kalojmë në analizat biokimike të thjeshta, ku i vlerësojmë funksionin e mëlçisë, laktat dehidrogenazën si tumor marker, ferritinën që është karakteristike për tumorët e gjendrave limfatike kur është shumë e rritur. Pastaj në analizat serologjike i zbulojmë antitrupat ndaj virusëve të cilët i përmendëm, të Epstein virusit, të citomegalovirusit. Një analizë specifike torç që tregon për infeksionin me toksoplazmoz, me herpes virus, pastaj me rubeol, pastaj me infeksione me citomegaloviruset të tjera. Pastaj ekzaminimi shkon pak më detaj nëse e bëjmë hulumtimin tjetër, që është echosonografia, ultrazëri gjendrave limfatike, ku e dallojmë bazë të ultrazënit sa është gjendër inflamatore apo jo. Nëse është gjendër inflamatore në ultrasonografi e shohim se ka hilus gjendra, dhe e shohim mallësinë e gjendrës dhe e shohim koezistencën e saj.
edhe egzaminimet më të hollësishme, që është tomografia kompjuterizuar në raste kur nuk dëshifrohet mirë me ultrazë, ose rezonanca magnetike e qafës ose edhe të trupit. Tjetër karakteristik, më në fund, na si hematolog duhet bërë edhe funksionin e palcës ashtënore, me cilën e dëshifrojmë se mos kemi infiltrim edhe në nivel të palcës. Këtu është fjala për gjëndrat limfatike të cilat mund të kenë natyrë malinje. Po, doktore, njëherë të fokusohemi cila është dallimi mes atyre gjëndrave limfatike të cilat janë inflamatore dhe jo inflamatore. Në bazë karakteristikave klinike mund të dyshojmë se gjëndra limfatike inflamatore është e masisë së rritur mbi 2 cm, por është e lëvizshme në prekje, do më thënë nuk është e fiksuar, pastaj është e ndijshme në prekje. Në qoftë e prekim, shohim se fëmiu po reagon dhe po i dhem, dhe koezistenca asaj është e butë. Dësa një gjëndër limfatike jo pezmatuse, jo inflamatore, është gjëndër e rritur në dimenzion mbi 2-3 cm, është e fiksuar për indin përreth, nga se qelizat limfatike malinje infiltrojnë indin përreth, është në prekje shumë e fort, me koezistencë shumë të fort, dhe në qoftë e prekim nuk është e ndishme në prekje. Prandaj në qoftë i hasim këto simptome, preferohet që çdo mjek që ose shek këtë gjëndër dhe në lokalizimin në shumë e rëndësi, se në qoftë se gjëndra është në vendet atipike, në vendet ku normalisht nuk duhet me qenë, atëherë duhet dyshojmë për gjëndër jo inflamatore. Unë e kuptoj që secila gjëndër limfatike cila është e zgjeruar, pra nuk është në suazat normales, duhet me qenë e rrezikshme. Por në bazë të këtyre, cila është ndoshta më lehtë trajtueshme dhe është më pak rrezikshme se tjetra? Më lehtë trajtueshme është gjëndra limfatike inflamatore, varësisht prej shkakut që i përmendëm më parë. Qoftë është shkaktari viral, atëherë duhet trajtuar në mënyrë simptomatike. Po qoftë është shkaktari bakterial, atëherë duhet trajtuar me antibiotik. Dhe në qoftë është shkaktari që thamë tuberkular, duhet trajtuar tuberkulozi. Në qoftë është shkaktari tjetër mononukleozi infektive, që është nga virusët që i përmendëm specifik, duhet trajtuar nga ana infektologut. Trajtimi kryesisht është simptomatik, por rastet e rënda kërkojnë hospitalizim dhe trajtim prap simptomatik me antibiotik dhe me barna të tjera përcjellëse. Doktore, shqipëroni pashtu në klinikën e pediatrisë, ku trajtohen fëmijët të cilët kanë sëmundje të rënda, por sa janë të shpeshta këto rastet në cilat vetëse me gjëndra limfatike kanë probleme janë të zgjeruara? Po, janë mjaft të shpeshta, nga se kemi shqetësime shumë të mdaja, si nga ana e prindërve, ashtu edhe nga mjekëve, momentin që çdo kush është një gjëndër limfatike të rritur, orientohet kryesisht te pediatri e pastaj edhe tek ne për analizat ma detale dhe për të sqaruar këtë etiologji të rritjes së këtyre gjëndrave limfatike. Prandaj janë të shpeshta, se infeksionet janë të shpeshta, normalisht të hapësirës orale ose të pjesëve të ndryshme të trupit, dhe gjëndra limfatike reagon, dhe në momentin kur është një prind, një mjek, një gjëndër limfatike dhe nuk ja din shkakun arsyen, atëherë referon për me pa eventualisht me hek rrezikshmërinë asaj gjëndre limfatike, se a do t'jetë inflamatore apo diçka tjetër e rrezikshme. Doktore, zakonisht në këtë rutinën e së ngarkuar të gjithë secilit prej nesh, nga një herë edhe vizitat tek mjeku i kemi vetëm në raste kur me të vërtetë shohim diçka që nuk është në rregull me neve, kemi një problematik, ose kemi diçka dhimbje, ose shohim diçka që nuk është normale, pra është diçka e dukshme. Por sa është e rëndësishme për secilin person, pa ashtu edhe fëmijë, që t'i bëjmë analiza, sidomos të gjakut, në ndoshta kanë fjalën të rregullta, ti themi. Edhe sa shpesh duhet bërë analizat të tilla? Analizat elementare duhet bërë të çdo fëmijë, duke filluar mas parti një pasqyrë gjakut dhe një analiza elementare biokimike të cilat i përmendëm më parë. Analiza e gjakut, hemogrami na orienton shumë për një infekcion, qoftë viral, bakterial, ose ndonjë infekcion parazitor, ose ndonjë alergji. Për sa shpesh mendoni që duhet ta bëjmë? Mendoj që
në qoftë se fëmiu është i shëndosh, Edhe nuk kam fare asnjë nuk ka asnjë shqetësim, mendoj se në çdo 6 muaj minimum duhet të bëhet një check-up i fëmijëve me analiza komplete të gjakut dhe ato biokimike. Edhe a mendoni që me të vërtetë prindrit e bëjnë një gjë të tillë? Në rastet të cilat vetë si ju i keni si pacient, sa thonë që ndoshta para sa kohësh e kam bërë një test të tillë? Mendoj se tash është një vetëdijsim i mas pari prindërve dhe është rrit një numër i madh i pediatrëve të cilët janë dhe punojnë në rrethinë në spitalet rajonale, gjithashtu edhe në klinikat private. Kështu që mendoj se e bëjnë një ekzaminim të tillë dhe janë mjaft të kujdesshëm për fëmijët e tyre. Kështu që nuk mendoj që e shtyjnë më tepër se 6 muaj. Bile një pasqyrë të gjakut rrallë herë që nuk e bëjnë. Dhe mirë në fakt sepse secila analizë edhe çdo kontroll i rregullt të cilën e bëjmë ne tamam e fusim në kalendarin tonë në vizita tek mjeku, me të vërtetë që ne mundemi me detektu çfarë do lloj sëmundje sa më herët edhe patjetër. Në momentin që e kuptojmë në një fazë shumë të hershme, më pas e trajtimi është shumë më i lehtë. Doktoresh, një mesazh për shikuesit të cilët janë duke na ndjekur tani? Një mesazh është i kësaj tematike që kam sqaruar është se në qoftë se kemi një gjendje limfatike të rritur, nuk duhet të shqetësohemi dhe të marrim atë si një gjendje shumë e rrezikshme, duhet drejtuar te profesionisti, kryesisht tek pediatri dhe pastaj në bazë simptomeve tjera përcjellëse e detekton se është gjendje e rrezikshme ajo. E përmendam një gjendje e rritur në vendin atipik e ndihshme në prekje dhe është e lëvizshme dhe nuk është e rrezikshme. Ndërsa ajo në vendin atipik e fortë, me koezistencë të fortë, që është vazhdimisht e fiksuar dhe është e shoqëruar me simptome tjera të përgjithshme, si që është humbja në peshë e fëmijës, temperatura febrile që zgjat një kohë më të gjatë dhe normalisht edhe një rritje e gjendrave limfatike, por edhe organeve të brendshme dhe një djersitje e natës janë simptomet të cilat janë alarmuese, të cilat duhet drejtuar tek mjeku pediatër, specifikisht te pediatri hematolog, i cili pastaj me ekzaminimet përcjellëse do ta shesë se çka do të jetë ajo gjendër e natyrës benigni apo maligne. Kështu që është një këshill që çdo gjendje limfatike nuk mund të qenë e rrezikshme, mund të jetë e infeksionit kaluese, por nuk duhet të neglizhohet, por duhet të përcjellet. Shumë faleminderit edhe një herë për këtë mesazh që më dhatë. Faleminderit për kohën që e patët sot. Faleminderit edhe juve për këtë emision, e cila ka rolin edukativ si tek popullata e përgjithshme, tek prindrit, por gjithashtu edhe tek mjekët, të cilët shpesh herë referojnë edhe raste më të lehta për me eliminu gjendjet e rrezikshme të gjendrave limfatike. Kjo emision fakt nuk do kishte mundur edhe pa ndihmën e ju që asnjëherë nuk hezitoni edhe gjithherë na ktheni përgjigje pozitive dhe vini në emisionin tonë, patjetër duke ndihmuar në edukimin e gjithë secilit të cilët vetë se po na ndjekin, edhe ndoshta e kanë një breng për një gjendër siç ishte edhe tema sot, mirë po që doktoresha tregoi që jo të gjitha gjendrat limfatike janë të rrezikshme, edhe ndoshta nuk duhet të shqetësohemi më tepër, por patjetër një vizitë te doktori gjithmonë duhet me qenë. Faleminderit shumë edhe një herë për kohën dhe punë të mbarë. Ju faleminderit edhe juve për ftesën. Faleminderit. Ne tani shikues kalojmë në një krejtësisht tjetër, do të